përsëritarët e banesës tij. Erion Veliajn e linçoi praktikisht publiku dhe mediat që në kontrollin e tij, duke u marrë me linxheritë e bashkëshortes së tij. Po pse po e thot këtë të lirimit sot? Sot është thjesht një hap mbrapa, thjesht një kalkulim i vogël politik për një gjë që zoti Rama nuk e ka në dorë. Që do thotë, Erion Veliaj, pavarësisht se u lirua ose më fitoi atë betejën për mënyrën si u shkarkua, kjo nuk, e prandaj thash, nuk do thot asgjë që për sa i takon fajsistin në raport me akuzat. Erion Veliaj e ka fundosur veten e tij, jo vetëm me dosjet që u ngarkua nga Spaku, por sidomos me përgjimet që u bën gjatë kohës që është në paraburgim, sepse aty tregoi që ai kishte vullnetin si kryetar bashkie edhe të prishte prova, edhe të intimidonte dëshmitarët, madje akoma dhe më keq, të intimidonte gjyqtarët edhe prokurorin e çështjes. Dhe kjo, si më thonë, është një pozitë rënduese në cilën asnjë gjykat tashmë me pozicionin aktual të fuqisë kryebashkiak nuk mund të mos t'ia marrë në konsiderat. Unë mendoj që Erion Veliaj do të jetë kryetari i Bashkisë Tiranës deri në vitin 2027 në këtë pikë, por për aq kohë sa do të jetë kryetari i Bashkisë Tiranës, nëse ky hetim i tij zgjat deri në 2027-ën, po deri në 2027-ën me logjikisht dhe juridikisht duke parë mënyrën si ka vepruar Spaku deri tani, ai do të jetë edhe në burg. E fundit fare, shumë shkurt. Po vepron në të njëjtën mënyrë me Belinda Ballukun apo jo, domosdoshmërisht se gjërat janë më të komplikuara? Shikoj, me Belinda Ballukun unë shoh një gjë tjetër. Pra unë nuk shoh që zoti Rama të ketë në kimi tashmë, duket qartazi që ka një lloj distancimi mes tij dhe zonjës Balluku, pavarësisht se zonja Balluku vazhdon ta bëj share zotin Rama, ta ndajë vitin aktivitetin zotit Rama për të thënë që mua më ke këtu. Pra më shumë se sa mesazhe Rama Ballukut, unë shoh që është zonja Balluku që po jep zotit Rama mesazhe dhe të gjitha ato informacione që dalin që jo do japi dorëheqjen brëm që ishte e mbledhja e qeverisë, jo mund të jepte gjatë ditës sotme dhe në fakt që zonja Balluku jo vetëm që nuk jep dorëheqjen, por vazhdon të mbajë detyrën duke imponuar publikisht zotit Rama, tregon që ky është një ngërç i madh i cili, si më thën, duket që ka ardhur po arrit ta besoj në këtë moment jashtë kontrollit të zotit Rama. Pra mund ta kishte dashur dhe mund ta dojë Belinda Ballukun të përjashtuar nga qeveria, por fakti që ajo po bën rezistencë dhe nuk po i dorëzohet asaj që zoti Rama tha pak ditë më parë në Deutsche Welle që drejtësia ka punën vetë dhe ne kemi punën tonë, më konfirmon dhe atë me cilën nisëm emisionin. Ai ka një krizë të madhe politike që nuk e lejonte madje as të ishte sot në një event ku sigurisht ai do donte të ishte shumë në atë eventimentin në Bruksel. Pra gjërat janë shumë të nxehta, por është mirë të mos spekulohet derisa gjërat të shpërthehen. Dhe unë kam përshtypjen që vetëm me garanci në gjithë ato që po analizojmë është që kur të plasi, do plasi keq.